Po du me ditë të këta pacientet, sepse tash në ndëgjone dhe se cili ka hallin e vetë. Intervenimi a bëhet njëtë sikur të ata që kanë të lindur të trashëguar, sikur të ata që kanë të shkaktuar nga mënyra shprehive që kanë përdorë, që i përmene biberoni, gishti, e të tjera, e të tjera. A trajtohen njëjtë, a janë më vështirë të trajtush me këto të lindurat? Ma shumë, ma të zëshëm e trajtuar ata që lidhë me qarje qilëzës, ma të vështirë. Kurse këto tjerët, vazhësisht për anomalisë, se këto janë një problem anomalish, edhe që anomali sa ka, çfarë zhvillimi ka, çfarë masi është ajo anomali. Edhe pastaj në harmoni me ortodontin, a do të njëna nofull të operohet, apo do të dy nofull të operohet, apo cila nofull të operohet. Nëse ka ngesë vetëm sipërme, punohet vetëm me sipërmja. Nëse ka ngesë vetëm me poshtme, punohet vetëm me poshtme. Apo të dyjat nëse njerën ka ngesë. Domethënë këtë varet prej anomalisë, domethënë diagnozës që caktohet. Kjo është shumë rëndësi. Janë të komplikuara, mund të shkojnë keq? Janë operacione shumë komplikuara, janë shumë të vështira si rast, janë me fol drejtën që unë shpesh më thojnë pacientat, është rasti i vështirë, jam shumë i vështirë. Derisa është kirurgjinë ne është e vështirë, në dy është pacienti edhe profesora më eminent botë i kanë ndodhi kanë vjet pacienta në tavolinë, që është pjesa që punohet brenda gojës, nuk qilet kërka, po këtë në gojë këputen nofullat e sipërme dhe poshtme, edhe ato nofullat vetëm të gjakut edhe nervat nuk puten, ose tentohen mos puten. Edhe ato kanë gjakderët më dhe mundësia për me intervenu me lartë gjakun, o shumë e vështirë. Shumica me ndodhë keq orë për gjakderdës, me zotin arru që thënë populli, mundet me të shku pacienti, rasti pastaj mundet, kur t'i ngjesim na ato raportet, mund gjatë ngjitjese mina leviz. Mina leviz, ajo është edhe një problem që pacienti do të më koni, si me thonë, i përgatitur, më ja shpjegu që munden edhe këto.